Po dhe një ditë para konventës, shumë qartë tha Arlin tha, edhe mënyrë hipotetike, nëse LDK-ja tha, sëna i siguron tha komplet votat, se LDK në Hotën dhe Hikmet e Bajramit që jenë mrena të përçam LDK-ja, theki nëse mund me mungue, unë e lash, thjesht me në kuptu që ashtë Arlin, që theki ardheke nëse LDK-ja 14 janë pak, theke, LDK në Abdullah Hotën dhe Hikmet e Bajramit, theke, janë pak, theke, minimumi, a i theke, mënyrën matë kesh, theke, edhe me PDK-n, që mu më lame në kuptu që edhe PDK-s muna me allën pare shtetë, veç me pështu shtetë në gjithë, pak të mësë përshku shtetë në gjithë, tash, Albin nuk e ka hodhën të votat, e ka të korumi. Kitë probleme është me siguru korume. Po si korumi si votën Arlin njëjtë, kryesore aj me pështu shtetë mësë përshku në gjithë, ka që është? A nene, ma letë e pështojnë opozita, letë ja bojnë votat, edhe letë i shkojnë letë i hinër jarë kanal për kurtit. Jo kandidatin. Aj shumë mirë ka thonë, edhe Abdi Gjiko, edhe Honda, ose kandidat konsensual, ose marrëveshje klasike politike, në regullime. Dhe ta është ti qyshe merë, ajo shumë subjektiva Arlin në ndërum. Jo, nëse marrë heqa së kështu asë ashtu. Oke, në regullë, është të mendimi. Opozita nuk është mjë në nështru... Po s'ka ka qikë për momentin opozita, se s'ka kapacitet. E ti kur ki kapacitet, si ki numrat, ti mund bish... Erdzën qeverin shkën zë dhe apet. O Arlind, u ndërum, u shtrejtu rryma, edhe në zgjedhjet e kalume... Po kush po të folë ty për rrymë, kalëzëm ti mu kush po folë. Vish pak, prej zgjedhjeve të kalume, u shtrejtu rryma, sa se në jëmbo, prej zyrëve, kime thonë këtë tearta në mision edhe, çdo studi tjetër për flitës, prej studjeve dhe, pa hekollare, pa dalë në shtet, në qytet, me protestu, mënyrë pasore... Kush? Opozita dhe të gjithë. Po pse s'dole në opozita? Po jenë përqamde, Qakolida jenë përqam. Po jenë përqam. A ju ka shtrejtu rrima deputetve? Po që një data e ka rogat e mira, e ka bizneset e tyra ata. E po që ka dhe qëto me dhënë dhëne? O Arlin, unë e po thëmë që pa dalë me protestu. Kush ka folë për rrim, pi deputetve, pi që ty në opozitorve, cili ka thirë një konferencë, ka folë për rrim. Orë regull ato, tash është qësha... Për lemërë se këto si është interesi ty në heq, as rrima, as kur gjë heq. Interesi ty në është miru bizneset. Ata e kanë rogat e mira, kanë tordat e mira për sovran, aty në për fukaros jam din. Po si të qoftë, unë besoj që ka apsirë dhe besoj që ka më gjithë në solucion një formull për më spequ shtetin gjithë se edhe në lodhë, edhe populata, edhe për fat mire ka në shkruar Zonja Osmani çështjen e ligjit për asë e buxhetin dhe unë mendoj që besoj që ka me pas hapësirë. Orët i kena për zgjedhje. A? Po orët i kena për zgjedhje. Për pare, për zgjedhje, për pensione, për rroga, ato janë Abdën si të që po, unë s'po kanë qef me shku shtetin zgjedhje se edhe po dëmtojnë me buxhet, edhe po maltretojnë njerëzit, po lënë hapësirë për kalkulime, për vjedhje, jo, edhe gjithë shka po botë presion dhumë psikologjik edhe në sovranë në gjdo kun.